Sonte për darkë në shtëpinë tonë gatova bashkë me nanën time. Jam nipi më i lumtur sa herë që vin në Shqipëri dhe kam mundësinë të gatuaj me gjyshen time. Injorojni bizhamet e mia se po përtoja të shkoja të ndrohesha vetëm për video, plus unë shtëpi time isha, kështu që nuk e kam problem. Bashkë me nanën time po mendonim çfarë emri t'i vinim darkës sonte dhe tham po bëjmë një byrek shpejt me qep me domate me që kisha ato petët e gatshme. Gjithë fëmirin time jam rritur me ushqimet nga duart e gjyshes. Kështu që thash sonte darkën do t'ja përgatis unë nanës dhe gjyshit tim. Unë jam rritur me ushqimet nga më të mira, më të ndryshmet si tava e kosit, gjell me patate, gjellrat e gjyshes time janë gjellrat më të mira që ekzistojnë. Po besoj kjo vlen për të gjitha gjyshet. Jam super i lumtur, shumë falenderues dhe shumë e fat që jam rritur pranë gjysheve të mi sepse kam krijuar kujtime nga më të bukurat. Madje dhe pasioni që kam për gatimin tani ka ardhur pikërisht nga fakti se rria e shikoja gjyshen time kur gatuante dhe më pëlqente shumë. Dhe nga që ne jemi familje e madhe, një tepsi me byrek nuk na del dot, kështu që kam përgatitur 2 byrek me qep me domate. Dhe ndërkohë që Brendon merret me byrekun, doja t'ju rikujtoja që shumë për ju që i shikoni këto videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Dhe byrekun e parë kemi gati, këtë thjesht do ta vendosim në furrë për 15 minuta, pasi petët janë gatshme dhe byreku bëhet shumë shpejt. 15 minuta në 220 gradë. Ja dhe tepsia e dytë me byrek, kam vendosur dhe pak gjalp fshati sipër, o zot ky gjalpi është shumë i mirë. Kjo ishte edhe darka në familjen tonë sonte, uroj t'ju ketë pëlqyer kjo video, mos harroni të bëni like dhe shihemi bashkë në videon tjetër. Ciao.